الحمد لله الذي شرع لنا الأذان نداء يرفع في الأرجاء للكل والإخوان فكان نداء للتوحيد ودعوة للصلاة وعبادة الله الواحد الديان أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد في كل الأزمان وأشهد أن نبينا وحبيبنا وشفيعنا محمد رسول الله إمام المرسلين وخاتم النبيين وصفوة خلق الله أجمعين نشهد بأنه بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الله به الغمة وجاهد في الله حق الجهاد حتى أتاه اليقين فصلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وصحابته والداعين بدعوته والعاملين بسنته بإحسان إلى يوم الدين وبعد Gjithë falënderimet dhe lavdrimet I takojnë Allahut Gjelle Gjelaluhu, vetëm ata falënderojmë dhe vetëm prej Tij ndihmë dhe falje kërkojmë. Salavatet dhe selamet I dërgojmë të dashmurit ton Muhammedit sallallahu alaihi wasallam, familjes së tij, shokëve të tij dhe gjithë ata të cilët pasojnë rrugën e tyre me të mirë deri në ditën e gjykimit. Të nderuar vëllezër, padyshim se meriton falënderim të përplot Allahu Gjelle Gjelaluhu për këtë mundësi që na ka dhuruar, që na gjendemi në gjumon e parë, në premten e parë të këtij muaji të shenjtë dhe këtij muaji të bekuar të Ramazanit. Kulusim Allahun Gjelle Gjelaluhu që Allahu Dhul Gjelal agjerimin ton ta pranon. Veprat e bëra, gjithë ibadetet, dhikrat, Kur'anin, leximin, gjitha veprat e mira Allahu Gjelle Gjelaluhu t'i pranon nga ne, duke shpresuar që Allahu Gjelle Gjelaluhu të na lehtëson agjerimin e këtij muaji. Padyshim se vazhdojmë nga aty ku na vetëm patëm shpjeguar nga një ritual I madh I Allahut Gjelle Gjelaluhu, që Allahu Gjelle Gjelaluhu ato e la si një ritual madhor, edhe e ligjësoi Allahu Gjelle Gjelaluhu për hyrjen e kohëve të namazit, të adhurimit të veçanta të cilët Allahu Gjelle Gjelaluhu I obligoi për robërit e tij. E ai është thirrja e ezanit, dhe folëm për disa nga gabimet të cilët hasim në thirrjen e ezanit, si ke ai ezanin në veçanti apo muezini I cili e thirr atë thirrje hyjnore të Allahut Gjelle Gjelaluhu, dhe me gabimet të cilët kishin të bëjnë në ikametin, në thirrjen e ikametit. Mirë po vëllezër, ajo që na duhet të dimë, edhe se na kërkohet që të dimë një ndër kushtet me të cilët dietarët kanë folur, ajo e cila neve na duhet një ashtu në këtë muaj të bekuar që të interesohemi me disa kushte të saktësisë, për të cilën kjo thirrje me të vërtetë është aq e madhe, ku dietarët janë angazhuar dhe kanë dhënë mundin e tyre për të sqaruar se cila është drejtësia dhe cila është prania e kësaj thirrje hyjnore, për të qenë saktë dhe për të qenë në formën e përsosur të saj, duhet që të jetë ashtu si mbas radhitjes me të cilën e ka radhitur I dashuri jon Muhamedi sallallahu alaihi wasallam. Dhe se padyshim si dispozit një ndër kushtet kryesore për vlefshmërinë e ezanit dhe të ikametit që dietarët vendosën, është njëra që duhet të dimë, thuhet at-tartibu bejne alfadhil adhan. Radhitja dhe renditja e fjalëve të ezanit ashtu sikur që janë radhitur edhe janë
vendosur në formën e përsosur nga pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, pa i ndryshuar ata edhe pa i zhvendësuar nga vendet e tyre. Dhe padyshim se është për qëllimi në radhitjet e fjalëve të ezanit që të jenë në atë formë, të thirrët ezani në atë formë, ashtu sikur që pejgamberi sallallahu alaihi wasallam i mësoi shokët e tij. Edhe se nga këtu lindi dhe fjalët e dietarëve, edhe në to lindi dhe polemika e dietarëve se çështja e radhitjes dhe rënditjes së fjalëve të ezanit, ashtu sikur që dhe na jemi të adaptuar dhe e dim se duhet të jenë me rend dhe të radhitura, ashtu sikur që janë dhe sikur që është e njohur, sikur që është bazuar mësimi pejgamberit sallallahu alajhi wasallam të hadithi i Ibn Zeidit edhe të hadithi e Ebu Mahdhurës. Edhe në këto dietarët u ndonë në disa mendime. Jo mendimi se nuk duhet të jetë të radhitura ashtu sikur që duhet, por a është kusht i vlefshmërisë e ezanit radhitja, apo nuk është kusht i vlefshmërisë e ezanit? Kushti i saktësisë, nëse muezini e prish apo ndryshon fjalët nga vendet e radhitura që janë të renditura të drejta, ashtu sikur që janë të radhitura në sunetin e Muhamedit sallallahu alaihi wasallam. Dhe në këto dietarët ndryshuan me mendim. Shumica e dietarëve të mezhebit Maliki, Shafii dhe Hambeli shkuan në ato se është kusht dhe është e detyrshme që të jetë radhitja ashtu sikur që duhet, dhe ashtu sikur që është forma e përshkruar dhe e mësuar nga pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Edhe nëse e prish ndonjërin prej radhitjeve dhe haron, për shembull nëse thirr ezanin Allahu Akbar në fillim, edhe pastaj e ndryshon, ja ndron vendin, vend hayya alas salah, hayya al falah, apo në vend ashhadu anna Muhammadur Rasulullah të thot hayya alas salah, pastaj kanë thonë nga këtu kushti i pranimit të ezanit është shumica e dietarëve që ai të kthehet përsëri, që ta thirrë edhe një herë pastaj prej fillimit ta kap nga fillimi thirrjen e ezanit që ta saktëson ata. Për arsye se radhitjen shumica e dietarëve vëllezër e llogaritën si një shart, si një kusht i vlefshmërisë e ezanit dhe ikametit. Nëse prishet radhitja, është prishur dhe ezani, duhet thirrësi i ezanit që ta thirrë që nga fillimi. Edhe kjo mund të ndodhë që njeriu muezini të ngatërrohet, të harron ose ta ngatron ato, jo me qëllim, po nëse e ngatron ato, atëherë ja fillon që nga fillimi, edhe e thirr ato të radhitur ashtu sikur që ka ardhur në hadithet e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, dhe sikur që ummeti islam janë të mësuar për këtë radhitje. Kurse mezhebi Hanefi shkuan në ato se radhitja është sunnet, edhe nëse e gabon e thirr që nga fillimi, mirë po nuk prishet thirrja e ezanit. Po thanë është sunnet radhitja dhe renditja e fjalëve të ezanit. Padyshim se aty ku është xhumhuri apo shumica e dietarëve në ato të cilën i kanë kushtuar rëndësi, ato u bazuan në hadithin e pejgamberit sallallahu alajhi wasallam, ashtu sikur që e transmeton Imam Muslimi nga Ebu Mahdhura kur ja mësoi ezanin, ja mësoi me radhitje të përsosur, edhe të jetë ashtu sikur që pejgamberi sallallahu alajhi wasallam ja mësoi atij ta thirrë ezanin, të thotë Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar 4 herë. Pastaj të thotë ashhadu an la ilaha illa Allah, ashhadu an la ilaha illa Allah 2 herë. Ashhadu anna Muhammadar Rasulullah, ashhadu anna Muhammadar Rasulullah 2 herë. Hayya ala salah, hayya ala salah 2 herë. Hayya ala falah, hayya ala falah 2 herë. Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illa Allah. Kjo forma e radhitjes të shumica e dietarëve vëllezër kusht. Nëse e ngatron njërin prej tyreve, thanë dietarët se yastanifu, e kthen ato nga fillimi, dhe fillon prej fillimit dhe pastaj dhe me thonë drejtohet ezanit dhe thirrja e ezanit. Njështu, ajo që ka rjedhë vëllezër që duhet, pastaj dietarët njështu polemizuan që të na tregojnë dhe al-muala bejne al-fadhil edhan. Edhe këtu njështu,
Çka është dallimi mes fjalës tartib bejn al-fadhil adhan wal muwala bejn al-fadhil adhan? Rënditja në mes fjalëve të ezanit edhe vazhdimësia në mes fjalëve të ezanit. Ngushtë-ngjitja në mes fjalëve të ezanit. Është për qëllim, kur folëm të rënditja, fjalët të janë të rënditura ashtu sikur që i kanë ardhur si mbas rënditjes së përsosur të Muhamedit sallallahu alaihi wasallam që i ka mësuar. Pastaj të jetë edhe vazhdimësia në mes tyre. Në kuptimin mos të ketë pauzë në mesin e thirrjes së ezanit, të jetë pauzë e tepërt edhe të bëhet ajo të prishet në mesin e thirrjes së ezanit, që muezini duke e thirrur ezanin që të pauzon ose mos të jetë e vazhdueshme thirrjet e fjalëve, por ai të prish ose të jetë në mesin e këtyre që ta prish ose të vepron diçka me ndonjë vepër apo me ndonjë fjalë në mes të këtyre. Dhe nga këtu lindin pastaj dhe polemikat e dietarëve se muezini ka drejta që ai në to të jetë ndarja e gjatë apo të jetë ndarja e shkurt, apo nëse duke e thirrur ezanin që ai të flet edhe të ndodh, nëse muezinit i vjen të shtitja gjatë thirrjes së ezanit. Dhe mendoj se këto duhet ditur na që të dim se çka na lejohet dhe çka nuk na lejohet gjatë thirrjes së këtij. Kjo është një thirrje dhe është një adhurim o vëllezër, që na duhet të i kushtojmë kujdes, se me të vërtet është çështje madhore. Dhe se dietarët në to vendosën mendimet e tyre duke u argumentuar me argumentet të Kur'anit dhe të Sunetit Muhamedit sallallahu alaihi wasallam. Edhe padyshim se mendimet dhe dituria e madhe e tyre ato na qesin neve në rrugën e drejtë edhe të ndriçuar të Islamit. Dhe se padyshim në të ndryshuan mendimet e dietarëve se shumica e dietarëve shkuan në ato që nëse është të folurit pak edhe ndërprerja e shkurt në ezan nuk është problem. Nëse ndërpritet pak, për shembull nëse i vjen me të shtit muezinit gjatë thirrjes së ezanit, a duhet ai të thotë elhamdulillah, apo nëse dikush jep selam muezinit duke thirrur ezanin, a duhet t'ia kthen selamin e kështu me radhë? Në këto pra dietarët ndryshuan mendimet e tyre. Gjumhuri, shumica e dietarëve thanë se nëse është pak nuk është problem për muezinin që ai të komunikon. Dhe në to shkuan medhhebet e njohura të cilët janë tonat si medhhebi Hanefi, Shafi, Maliki dhe Hambeli, që nëse është pak nuk është problem. Mirë po të Hanefi të vëllezër shkuan në ato se urrehet që ai t'ja kthen selamin nëse muezinit i jepet selam. Mirë po të tjerët mendimi është se kështu. Nëse folim pra të çështja ndërprerjes së ezanit, është e gjatë apo është e shkurt, nëse zgjat ndërprerja duhet që ta kthen prej fillim, po pastaj i lind meselja tjetër. Hukmu at-takallum fil adhan. Cila është dispozita e të folurit në mes ezanit? A lejohet që të folet kur thirret ezani? Dhe kjo ndahet, padyshim se ndahet në dy pika kryesore. E para që duhet ditur, lejimi i të folurit të muezinit në komunikim me xhamatin, edhe pastaj ata të cilët e ndëgjojnë ezanin, a lejohet që ata domethënë të folën dhe të komunikojnë? A i lejohet muezini që të komunikon me xhamatin dhe të fol, me ja kthy selamin, me fol me dikan e kështu me radhë? Shumica e dietarëve shkuan në ato që lejohet dhe nuk e prish ezanin nëse muezini komunikon shkurt me dikan. Sikur që e transmeton Imam Buhariu nga Ibn Abbas radhiyallahu anhu që një herë kur Ibn Abbas radhiyallahu anhu ishte në hutben e tij, muezini duke thirrur ezanin, ai e urdhënon muezinin, ishte një ditë me shi tha dhe me lloç, kur mrinit te fjala hayya ala salah, tha ti thot thuaj dhe thirr let falen në shtëpitë e tyre, se nuk mundshin të dilin në xhami. Dhe të gjithë në prezencë shikuan Ibn Abbas radhiyallahu anhu, tha pse po çuditeni, këtë vepër, këtë komunikim e ka bërë ai i cili është shumë më i mirë se unë, pra Muhamedi sallallahu alaihi wasallam. Dhe një ashtu Sulejman ibn Surd ishte ai i cili duke thirrur ezanin e tij, kur e thirrte, ndonjëherë shërtorin e tij e urdhënonte që t'ia kryejë ndonjë punë ose t'i sjell diçka, ndonjë nevojë në mesin e thirrjes së ezanit. Pra nëse komunikon shkurt, nuk është problem. Edhe pse
Te mëdhëbi Hanefi është e urrejtur dhe te shumica e dietarëve njashtu është e urrejtur që të folet në komunikim tepër, pa nevojë. E gjitha është e lejuar me nevojë, nëse ka nevojë. Pa nevojë nuk është e lejuar që të komunikon ose të flet muezini në çështjet me të cilat domethënë ai të komunikon me xhamatin ose me njerëzit. Por nëse është nevoja, nuk e kthen nga fillimi edhe nëse fol gjatë thirrjes së ezanit. Njashtu o vëllezër, çështja ngel pastaj të dihet dhe për anën e atyre të cilët e ndëgjojnë ezanin. A kanë drejta që të flasin mes vete kur është duke u thirrur ezani? Dhe në këto mendimet e dietarëve ndryshuan. Gjumhuri dhe shumica e dietarëve shkuan në atë kontekst. Pime Hanefi, Shafi'i, Hanbeli dhe Maliki. Në atë kontekst se urrehet që të folet gjatë thirrjes së ezanit. Dhe se besimtari duhet ta përcjellë ezanin edhe të i përsërit fjalët e tij dhe në fund ta bën dhe duan, e cila është duaja e ezanit e kështu me radhë që i kemi shpjeguar më herët. Mirë po, a ka drejta që të folet? Ka drejta që të folet. A ka drejta të jep selam të na përdorim filoni edhe me se nuk jep selam, fola më selam si jep. Të Hanefit thanë të muezini, problemi atje kthen selamin a mos t'ja kthen. Muezini folun, që muezini do t'jetë i qëndrueshëm mos t'ja kthen. Ajo të njerëzit normal. Pse? Se mundet që të folin, mirë po më e mira është që të heshtet në ta. Te mëdhëbi Hanefi thanë më e mira edhe urrejhet që të folet derisa shkuan në ato dhe nëse është duke lexuar Kur'an ta ndërpret Kur'anin edhe ta ndëgjon ezanin edhe ta përcjell ezanin. A kurse a ka drejta që të folet? Imam Maliku e sjell një ngjarje të tij në mohatën e tij që pa të ndodhur me një sahabi të pejgamberit sallallahu alajhi wasallam, Tha'laba ibn Abi Malik, i cili tha ishim na kur thirrte ezanin kohën e Omerit radhiyallahu anhu, tha në xhami bisedojshim me njëri tjetrin. Edhe pse ishte duke thirrur ezanin derisa hynte në hutbe, Omeri radhiyallahu anhu atëherë ndërprejshim të folurit, parasysh në hutbe rrepsisht ndalohet e folura, komunikimi, celulari, veç me këshirë me humb kohën, e humb vlerësimin dhe shpërblimin e xhumos. Por atë është këto pika të shkurta që na t'i dim, që na duhet që na të shtojmë kujdesin në thirrjen apo gjatë kësaj thirrje çka na lejohet në komunikim dhe çka nuk na lejohet, cilat janë ato radhitjet dhe cilat ishin ato mendimet e përkushtimit të kësaj thirrje. Lutim Allahun xhel xhelaluhu që Allahu dhul xhelal të na shpërblen me të mirat e tij. Wa aqulu qawli hadha wastaghfirullaha li wa lakum walhamdulillahi rabbil alamin.